Në intervistën e sotme, fokusohemi të gjitha komisionet anketuese që po paralajmërohen në kuvend për të gjitha rastet gjyqësore dhe tragjedit që na kanë përcjellë ndër vite në vendin tonë. Dhe me mua në studio kam ish kryetarin e kuvendit, Fadil Zendeli. Mirë se vini në Alsat. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Dua t'ju pyes pak për rolin e kuvendit. Sa ka mundësi kuvendi të zbardh një rast që është në procedurë gjyqësore ose që është mbyllur tashmë? Po kuvendi është organ përfaqësues i qytetarëve. Në kuptohet se bartë përgjegjësinë, bartë atë peshën e saj politike dhe vendimarrësve, domethënë për çështjet më të rëndësishme politiko-shoqërore, domethënë brenda një vendi. Në atë kontekst, domethënë edhe kuvendi republikan, domethënë i ka gjithë ato autorizimet e veta që të jetë bartëse, domethënë e proceseve politike, vend ku takohet politika, ku takohen gjitha partitë politike, në qeveri, për shembull, janë pjesa vetëm e shumicës, ata që e përbëjnë domethënë qeverisë janë shumica, ndërsa në parlament janë gjithë. Aty është opozita, aty është pozita, dhe ku më së miri domethënë ballafaqohen mendimet, kundërshtimet, edhe reflekton gjitha që është në realitet shoqëror i një vendi. Në rastin konkret Maqedonisë, ajo që është refleksion politik i qytetarëve, i politikës, i angazhimeve politike në parlament ajo reflektohet. Edhe ajo është e mira e demokracisë, ku mund domethënë palët politik, forcat politike ti ballafaqojnë faktet, argumentet e vet. Sa kjo pastaj shfrytëzohet, sa kjo pastaj realizohet është pastaj çështje e dinamikës politike, demokratizimit një shoqërie, grupacioneve politike që përfaqësojnë marrëdhënieve që ekzistojnë brenda një grupacioni, po sido që të jetë mundësi të përherë janë, ka kapacitete, ka mundësi që proceset demokratike të lëvizin më përpara. Ka dy çështje kur thirret në komision anketues, zoti Zendeli, dhe ajo ka të bën obstruksionet që i bën njëra ose pala tjetër në kuvend, dhe nga ana tjetër obstruksionet që i bën komisionet anketuese, institucionet që duhet përfaqësohen. Ju keni qenë kryetari një komisioni, keni thirrë disa herë atë komision, dhe që keni pas obstruksionet të njëjta. Sa është me rëndësi që të merret pjesë në këto komisione dhe a duhet institucionet të tregojnë pak më shumë seriozitet? Kushtetuta po edhe rregulloria e kuvendit përcaktojnë për dy lloje të komisioneve anketuese. Njëra është domethënë komisioni i përhershëm anketues, që është për mbrojtjen e lirive të drejtave të njeriut, dhe komisione anketuese që mund të formohen ad hoc për situata të ndryshme, siç është edhe rasti i ditëve të fundit, domethënë aktualiteti i ditëve të fundit. Unë atë kohë kam qenë kryetari një komisioni që është i përhershëm, anketues për mbrojtjen e të drejtave të lirave të njeriut, dhe jemi ballafaquar me situata të ndryshme kur edhe nga pozicioni opozitës, por edhe nga pozicioni i pozitës. E tash kur bisedohet për komisionet anketuese, atë një instrument shumë i rëndësishëm i demokratizimit një shoqërie, por edhe i mekanizmave se si parlamenti mund ta kontrollojë qeverinë. Edhe kjo njihet në parlamentarizëm, njihet në të drejtën kushtetuese, njihet në të drejtën parlamentare, kur parlamenti domethënë ka mekanizma politik se si mund t'i kontrollojë bartësit e funksioneve politike. Në rastin konkret, njerëzit e qeverisjes, njerëzit që janë domethënë bartës të funksioneve politike. Por fatkeqësisht për herë ekzistojnë domethënë janë paraqit probleme në funksionimin e këtyre komisioneve anketuese. Në varësi domethënë partitë kanë qenë në qeverisje ose kanë qenë në opozitë. Në rastet kur kanë qenë në qeverisje kanë mbajtur një pozicion tjetër, një qendrim tjetër, kur janë në opozitë mbajnë domethënë pozicione krejtësisht të ndryshme. Dhe në rastin konkret, rasti domethënë për ngjarjet e Koçanit, në ngjarje tragjike domethënë të rasti Koçanit, kemi domethënë situata kur partitë politike në mandatet ose në përbërjet e kaluara parlamentare, kur kanë qenë në pozicione të ndryshme politike, qeverisja dhe opozitë kanë mbajtur pozicione të ndryshme. Dhe tash njëjtit që kur kanë qenë opozitë, tash mbajnë pozicione krejtësisht të ndryshme. Është ajo ndoshta momentet politike, por që e pengojnë domethënë zhvillimin e proceseve demokratike brenda kuvendit. Shkak se kuvendi duhet të jetë vendi ku ballafaqohet, vendi ku debatohet, vendi ku çështjet domethënë duhen të jenë të hapura dhe të diskutueshme. Komisionet anketuese e kanë pikërisht këtë mision. Mund të bëjnë zbardhjen e ngjarjeve të ndryshme për cilën opinioni publik besojnë në vend është i shqetësuar. Rasti Koçanit, rasti me spitalin modular në Tetov, rasti Sopotit, Almiri, tonë shumë raste të cilët ne i kemi pas domethënë në historinë tonë të parlamentarizmit në vend, për cilën fatkeqësisht edhe nuk ka pas ose ka mungu formimi i këtyre komisioneve, ose edhe kur janë formuar nuk kanë treguar, nuk kanë dëshmuar ndonjë sukses. Për shkak edhe këtyre dallimeve politike që
që janë, po ndoshta edhe për shkak kulturës politike që ne e kemi dhe i perceptojmë domethënë këta marrëdhënie politike brenda kuvendit. Narrativi politik është që përderisa rasti Koçanit ta marrim për shembull konkret, është në gjykim, akoma nuk është përmbyllur akuza plotësisht për atë tragjedi. Partitë politike dalin me qëndrime se mund të cenohet gjykimi, mund të cenohet hetimi që është në rrjet për shembull për policët e përfshirë. A duhet kuvendi të jetë më i kujdesshëm në këtë drejtim? Kuvendi është institucion ligjdhënës, po edhe politik. Për shkak se është institucion që sjell ligje, mirë në anën tjetër ka edhe instrumentet politike të ushtrojnë kontrollin në rastet kur ka nevojë, do të paraqitet nevoja për të bërë kontroll ndaj mbarzëve të funksioneve politike. Dhe ne kuptohet që nuk është puna e kuvendit që të përzihet në proceset që kanë bënë me hetimet, të cilët zhvillohen nga institucionet e drejtësisë. Thonë është diçka tjetër të kërkosh për përgjegjësi politike, por diçka tjetër është kur hym te çështjet të cilat kanë bënë me veprime të cilat mund të jenë kundërligjshme, supozojmë se janë kundërligjshme ose pretendojmë se janë kundërligjshme, duhet me qenë kujdesshëm këtë drejtim. I ka gjitha instrumente që kuvendi të veprone, mirë po kemi raste shembull nga rastit e Spitali Modular shembull në Tetov, kur kryetari i kuvendit në asaj kohe, domethënë në një pres që e mbajti domethënë pas këtyre ngjarjeve, kur kishte iniciativë nga opozita në atë kohë që të thirrët domethënë të krijohet një komision anketues për rastin modular, për ambulantën domethënë modulare në Tetov, ai atëherë deklaronte se duhet me prit me pas një konkluzion, me pas një akt nga organet e hetimit, por pastaj domethënë parlamenti mund vepron. Besoj se gjërat domethënë duhet me i pa nga prizmi i njëjtë. Nuk duhet me i pa me një ngjyrë kur je në opozit, mirë po me një ngjyrë tjetër kur je në opozit. Për shkak se të njëjtit persona, bëhet fjalë për njëjtit grupacione politike, kur ishin në qeverisje, bashin qëndrime të ndryshme, edhe për rastin e Durmoturcit, edhe për rastin e Besatransit, edhe për rastin e ambulancës modulare, për rastin e Almirit, për shumë raste tjera të cilët i kemi pas në historinë e parlamentarizmit tonë. Edhe tash kur vjen një situatë tjetër, për njerë kërkojnë diçka që vetë e kanë mohu, diçka që kur kanë qenë në qeverisje vetë e kanë mohu. Edhe tash kemi dy opsione që nga një anë çka ofron opozita dhe çka ofron qeverisja. Nga një anë që opozita ofron krimin e një komisioni, të cilët e pash edhe nga arsjetimet e kryetarit kuvendit, përbërja e atij komisioni ashtu siç kanë kërkuar ata, nëse nga mediumet ajo që jemi të njoftun nga mediumet, ndoshta edhe nuk është ashtu siç njofton kryetari i kuvendit, ndoshta edhe ka drejt, për shkak se përfaqësimi në komisionet, të cilat krijohen, do të jetë në përputhje me përfaqësimin e numrit të deputetëve në kuvend. Prej momentit të krijimit të kuvendit, komisionit krijohen në këtë mënyrë. Çdo subjekt politik përfaqësohet në bazë të përqindjes së deputetëve që e kanë brenda kuvendit. Nuk kuptohet opozitës i takon zakonisht. Zakonisht i takon që ti udhëheqë këto komisione anketuese, por përherë ka një shumicë të deputetëve të cilët janë domethënë nga shumica. Opozita zakonisht i udhëheqën, kryetari i komisionit është nga opozita, që të krijohet një ekuilibër përfaqësimi edhe të opozitës, po edhe të pozitës. A kanë të drejtë qytetarët ta kenë skepticizmin që e shprehin publikisht se me komisione anketuese, me komisione hetuese kushtimisht në kuvend, nuk është zgjidhur pothuajse asnjë rast, duke filluar nga Mostra, duke filluar nga rasti Kumanova, dhuna në kuvend në vitin 2017, Besatransi, Durmoturci, rasti Onkologjiha, rasti Zhermitrev. Dhe asnjë prej këtyre rasteve, rasti Almiri, rasti Alfa, nuk ka pas asnjëri prej tyre përjashtim Sopotit, që ka qenë një rast krejt tjetër, nuk ka pas një epilog të drejtë dhe që ka sjellë një zbardhje të rastit. Kanë të drejtë qytetarët ta kenë këtë skepticizëm e që më pas a reflektohet te mosbesimi ndaj vetë punës së kuvendit. Po fakt se mungesa e rezultateve këtyre komisioneve anketuese edhe sjell një mosbesim të qytetarëve ndaj institucioneve publike, në rastin konkret kuvendit. Aq sa do të ofrosh qytetarëve, aq edhe do mund të marrësh. Po çka ndodh në rastin konkret? Në rastin konkret kuvendi ka gjitha mekanizmat që të veprojnë. Dallime që janë përherë politike edhe pozicionet politike që grupacionet politike i mbajnë. Tash, nga ana e qeverisë ka një situatë kur themi, ok, do të kryejmë një komision tillë,
Po do të kryejmë edhe për rastin e ambulantës modulare në Tetov, po edhe rastin e Besa Transit, Durmo Turcit, edhe do t'i përfshim gjitha rastet të cilët më herët qeverisja e më hershme i refuzonte. Edhe kemi rastin që qeverisja e më hershme dhe opozita e tanishme në atë kohë i refuzonte krijimin e këtyre komisioneve anketuse dhe tash është e interesuar të krijojë një komision i cili do të kishte qenë vetëm për rastin e Koçan. Thonë bëhet fjalë ndonjëherë edhe për inate politike. Bëhet fjalë për inate politike, por këto inate politike reflektojnë të besimi i qytetarëve ndaj institucioneve publike. Për shkak se qytetarët duan të shohin institucione efikase, institucione të cilët i kryejnë detyrimet e vet. Ndërsa kuvendi ka detyrime. Edhe atë që përmend në fillim, mekanizmat e kontrollit politik, domethënë gjithmonë duhet të jenë funksional. Edhe nuk duhet të ketë raste kur përjashtohet do të mekanizmi që parlamenti të funksionon. Në të gjitha rastet parlamenti duhet të shfrytëzojë instrumentet e veta parlamentare për të realizuar misionin e vet, por misioni është politik. Rezultatet që cilët i kanë sjellë të komisione anketuese, konkluzionet të cilët ato i kanë aprovu, është e vërtetë se është një konstatim i përgjithshëm edhe i ekspertëve, edhe i profesionistëve se nuk kanë rezultate. Mirë po, vetë komisionet anketuese, vetë debatet të cilat janë zhvilluar brenda këtyre komisioneve anketuese, ekspertët të cilët kanë qenë të ftuar në këta komisione anketuese, mediumet të cilët kanë informuar rreth debateve të cilat janë zhvilluar në këta komisione anketuese e kanë dhënë rezultatin e vet. Ata kanë një impakt në opinionin publik. Për shkak se në komisionet anketuese debatohet për një çështje të cilën është e nxehur në opinionin publik. Pasi ballafaqohen dy koncepte politike, janë prezente edhe ekspertët, janë prezente edhe mediumet publike, kemi mundësi domethënë që të zbardhen në debate të ndryshme të zbardhen shumë situata, shumë afera, shumë informacione të cilët opinioni publik nuk i din. Edhe në këto raste ky debat domethënë jep një rezultat. Çështja është pastaj te konkluzionet. Po puna e konkluzioneve nuk është vetëm puna e konkluzioneve të komisioneve anketuese. Ne kemi shumë konkluzione, shumë vendime nga institucionet publike të cilët nuk janë respektuar. Që nga pavarësia e vendit e këndë. Janë aprovuar konkluzione të cilët janë konkrete, kanë qenë shumë në shikim parë që janë progresive, por kur ka ardhur puna të implementimit të tyre, të zbatimit të tyre dhe ky mingac. Edhe kjo është problemi i kësaj shoqërie dhe këtyre institucioneve. Implementimi i ligjeve dhe implementimi i asaj që ne me një fjalë themi suldimi së drejtës dhe zbatimi së drejtës. E potencuat efikasitetin e institucioneve dhe në këtë rast, kur kemi të bëjmë me komisione anketuese dhe me raste gjyqësore, i pamohshëm është rolli i prokurorisë, ndërkohë që në kuvend ka një nismë aktive për shkarkimin e kryeprokurorit, të cilin qeveria e ka cilësuar sikur jo të besueshëm dhe jo efikas e jo profesional në punën e tij. A mund kjo të minon ose të invalidon këtë komision anketues derisa prokurori shndrit shkarkimit dhe organi akuzës mos të përfaqësohet në komision anketues? Nuk besoj se këto di çështje takohen dikundi, për shkak se komisioni anketues është një komision ad hoc, i cili krijohet kuvend, edhe ka agjendën e vet, ka punën e vet. Do të janë përcaktuar mbi bazën e normave kushtetuese dhe të rregullores të çështje të rregulluara. Do të kuptohet, mungon ndoshta e normativa për një rregullim më të qeshëm këtyre komisioneve, edhe prandaj ndoshta ndonjëherë edhe janë ai ato dallimet e grupacioneve politike dhe prandaj ndoshta vin ndonjëherë, për shkak se ka disa çështje që ndoshta në aspekt normativ më mirë mund të rregullohen. Mirë, po kur vjen puna te prokurori i përgjithshëm është një proces krejtësisht tjetër. Ai ka gjitha kompetencat, i ka gjitha mundësitë. Ato kompetenca që i ka si kompetenca në luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Veçanërisht, për shkak se ne tash jemi në betejë politike, bisedojmë për institucionet më të rëndësishme të shtetit, kur bëhet fjalë për profilin e lartë të funksionarëve, ai mund ta realizojë. Edhe për rastin e Koçanit, një rast shumë tragjik, ai ka gjitha mundësi, gjitha mekanizmat ligjor që këtë proces ta ecë. Po edhe gjitha rastet tjera, nuk besoj se ka pas obstruksione dhe ka pas pengesa që ai ta lufton krimin dhe korrupsionin. Nëse ka pas diçka të tillë, ai duhet dalën publike dhe të thotë. Çështja tash ka edhe deklarime politike për pakënaqësi me punën e tij. Po ne tërkohën brenda institucioneve dhe brenda shoqërisë demokratike kemi debatuar për punën e prokurorëve. E unë gjatë kohës kur kam qenë në parlament, tërkohën kom diskutuar se prokurorët nuk e bëjnë punën e vet siç duhet, se kemi krim, kemi korrupsion të lartë në institucionet publike dhe ka shumë pak procedura ose edhe ato pak procedura që nisën më në fund domethënë nuk përfundojnë me një epilog siç duhet. Nëse kjo është kështu, atëherë askush nuk duhet të jetë i paprekshëm. Ajo që është institucionet të drejtësisë ne e kuptojmë, e kam punën e vet. Kjo është një çështje, një proces tjetër politik,
që unis, por nuk asgjë nuk e pengon prokurorin e përgjithshëm që të veprone, ta kryejë punën e vet. Parat për cilën merr rrogë nga qytetarët e vendit, edhe që ka përgjegjësi, jo vetëm ndaj ligjit edhe ndaj qeverisë ose s'di kush tjetër, por ka përgjegjësi ndaj qytetarëve. Për shkak se bëhet fjalë për çështje shumë ndjeshme, çështje që është rasti i Koçanit, po edhe raste tjera të cilët i përmendet, për cilët familjarët, ata më të afërmit, kanë nevojë që ta dinë të vërtetën, cilët janë ata institucione, cilët kanë dështu në kryerjen e detyrave të veta, po jo vetëm familjarë, rastin ku ato janë sigurisht janë më të prekurit, po edhe qytetarët e vendit. Për shkak se dëshirojmë të shohim se na përsëritën gjërat, edhe të shohim se institucionet a kanë kapacitet, a janë të gatshme të ballafaqohen me situata të tilla, edhe të prevenojmë që mos na ndodhin ndoshta situata siç na ndodhi Koçani, Besa Transi dhe Durmëtusi, po edhe shumë raste tjera. Për ta përmbyllur, profesor, po flasim për pandëshkëshmërinë dhe papërgjithshmërinë e institucioneve. Dhe kur flasim për të, në kuvent kemi një kod penal që nuk sillet e që në funksion ka një verzion të përgjithësuar. Kemi ligjin për prokurori, kemi ligjin për shërbimin prokurorial, kemi ligjin për këshillin e prokurorëve publik. Sa mundet mungesa ose mos sjellja dhe mos miratimi i këtyre ligjeve të pengon hetimin dhe lokalizimin e përgjegjësisë konkrete që duhet ta bën kuvendi përmes komisioneve anketuese? Unë mendoj se nuk ka kurfar pengese që gjithë këto institucione që ju i përmendët ta kryejnë punën e vet. Kanë gjitha mekanizmat ligjor, mundësitë institucionale që ata ta kryejnë punën e vet. Pse aty nuk kryhet puna, ajo është më një çështje tjetër që duhet ta analizojmë edhe të shohim se çka ndodh. Edhe prokurori, edhe këshilli gjyqësor, po edhe legjislacioni ekzistues. Është fakt ndryshimet në kodin penal, të cilët ndodhen, nëse nuk gaboj, para 3-4 viteve, kur unë vetë kam qenë deputet, edhe kur fuqishët në atë kohë, kemi reaguar kundra këtyre ndryshimeve. Kemi pas edhe pres, në kuvend, ku kemi reaguar kundra këtyre ndryshimeve dhe pasojave që do të sjellte një kod i kësaj natyre. Por qeverisja asaj kohe, LSDM me BDI-n dhe sjollën për shkak se ta amnestojnë bartës të funksioneve publike të cilët realisht i kishin fut durët në krim dhe korrupcion. Edhe tash pasojat e atij ndryshimit të kodit penal i shohim edhe në ditët e sotme. Unë mendoj se është imanente, urgjente që të sjellet një kod i ri i cili do t'i pamundsone veçanërisht bartësit e funksioneve, por gjithë ata shkelës ose kryes të veprave penale që mund të mos i shmangen përgjegjësisë edhe mos më vim në një situatë ashtu siç e konstatuat edhe ju, të kemi pandëshkueshmëri të tyre. Faleminderit për kohën tuaj në Alcat. Faleminderit për ftesën. Kjo ishte intervista me ish-kryetarin e Kuvendit Fadil Xhendeli. Neve vetëm pas sigles vazhdojmë me informacione të tjera. Qëndroni me ne.